Ibrahim Rugova ishte një nga liderët më të rëndësishëm të historisë moderne të Kosovës dhe një nga figurat më të respektuara të kombit shqiptar. Ai ishte një intelektual, shkrimtar dhe politikan vizionar, i cili udhëhoqi popullin e Kosovës me mençuri dhe qëndresë paqësore në periudha të vështira. Rugova luajti një rol vendimtar në ndërtimin e identitetit politik dhe kulturor, duke i dhënë Kosovës një legjitimitet ndërkombëtar, moral dhe politik. 3 arsye pse quhet patriot i madh. Udhëhoqi lëvizjen paqësore për pavarësinë e Kosovës dhe ruajtjen e dinjitetit kombëtar. Ndërtoi institucionet e para të pavarësisë dhe hodhi themelet për shtetin e ardhshëm të Kosovës. Promovoi vlera demokratike, kulturore dhe evropiane si shtylla të identitetit kosovar. Ka dhjetra e dhjetra burra dhe gra që dhanë gjithçka për atë dhe unë dhe që meritojnë po aq të përmenden. Në një episod tjetër do të sjellim emra të tjerë që ndriçuan në rrugën e kombit ton me guximin, dijen dhe sakrificën e tyre, sepse të njohim të kaluarën nuk është detyrë, është mënyra më e mirë për të kuptuar kush jemi sot. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Faleminderit që ishit me ne dhe shihemi në episodin e radhës.